Kisha me thonë se kanë kuptim tepër të rëndë në aspektin e shfaqjes me vetë nga kryeministri kur del dhe paramasës bën ato gishtat e tij në formë gërshërve, që ka kuptim prerjen, gërshërët kanë kuptim prerjen, kanë kuptim shkatërimin, asgjësimin, gjithçka që sheh dhe ka mundësi gërshërt të kapin para vetës. Në kuptimin që unë jam i ofë mi bon. Do të thotë unë jam ai dhe ju do të merrni model që të tjerët t'i prejmë, t'i asgjësojmë, t'i mos i lëmë fare para nesh. Do të thotë ky është mesazhi më i rënd për cilën në historinë kjo është nga ana psikologjike në aspektin psikologjik po e flas se është tepër e dëmshme dhe ky model është një model i një njohjes që ka bazë kryekput në ato shprehjet e TikTokut që morrin ato poenat e vet dhe deklarohen si të famshme dhe ai politikën e tij e ka të bazuar në TikTok. Çka do të thotë që ai flet po don me i bë të interpretueshme, të deklarueshme në TikTok që me marr shiqimin dhe me u bë për to. Nga shumica të rinjve. Atëherë kush po prehet para ti? Kush është? Është një popull i tërë për cilën ne kemi të drejtë jetojmë edhe pse s'jemi me vetëvendosjen. Në këtë rast, s'po duhet me thonë që s'jam, se s'jam me vetëvendosjen, por kam të drejtë jetoj. Edhe këtë drejtë flasësh lirshëm. Edhe unë edhe ai tjetri që nuk është, ka të drejtë jetoj për shkak se kemi një të drejtë jetese qytetare me plot... Po mos të përmendim ndoshta veç një parti të caktuar sepse ka shumë parti të tilla në Kosovë, sidomos që kanë përdorur fëmijë gjatë fushatës, kanë përdorur edhe ndoshta sloganit të tilla, por që ndoshta edhe dikush e ka keq kuptuar, dikush edhe s'e ka keq kuptuar. Nëse flasin sa janë të rëndësishme dhe sa të dëmshme këtu, linqimet, lëvizjet, figuracionet, artikulacionet e tyre e liderëve që dalin dhe shfaqin dhe kërkojnë votën janë tepër të dëmshme dhe janë që në asnjë mënyrë të mos shfaqen për shkak se të rinjit po marrin model dhe po e modelojnë në formën e vet. Dhe ai kur del në një grup tjetër që nuk është me ato me të menduarit e grupit vet, ka vije fëmia nga familja që është i frymëzuar të shfaq ato ngjarjet e veta, si është rrit dhe është frymëzuar në familjen e vet. Atëherë, sigurisht që ai ndeshet me grupin tjetër që i thotë se na juve kena ju prej. Dhe në këtë rast, nga një pik nisje e lehtë që dikush i thotë se na ty kena me të prej. Përfundon edhe deri në e kundërshton, e reziston. Edhe ja që po vije situata e një shfaqje të një konflikti të pa menaxhueshëm dhe vije deri tek vrasja. Zotëria Asane, a mendoni që sot konfliktet e përditshme ndikojnë nga polarizime